Po. Mirë, persona të cilët kanë ndjeshmëri më të madhe, ata sidomos duhet me pas një kujdes më të shtumë, me hyrë nëse mund të themi më të përgatitur në dimër. Çka ju rekomandoni konkretisht në këtë fazë të ndrimit të sezonit, ku është ndjeshmëria më e madhe? Po, persona më të ndjeshëm, të marrë këtu edhe grupin e fëmijëve, të moshave të ndryshme, sigurisht janë. Po edhe ata që vujnë prej smundjeve kronike, na i fusim në grupin e personave më të ndjeshëm nga smundjet respiratore. E para është që të gjithë të vaksinohen, kundër me gripit sezonal, dhe më thonë vaksinat të cilat ende janë të disponueshme dhe koha e vaksinimit ende s'ka përfunduar deri në fund të këtij muaji mund të vaksinohen ata që nuk janë marrë vaksinat. Kuptohet, duhet të jenë të një gjendje të mirë shëndetësore, mos të kenë temperaturë, mos të jenë të sëmurë, do thotë jenë të gjendje stabile. E para do thotë marrja e vaksinës, jo vetëm tek të moshuarit, edhe ka një emër të gabuar kjo vaksinë në popull, thuhet vakcinë e pleqve, nuk ka të bëjë me pleqëri as pak, jo. Dikur është quajtur kështu dhe ka mbetur ende. E të ndjeshmëve, jo pleqve. E të ndjeshme kisha thënë po, mund të marrin edhe të rinjt edhe fëmijët bilem në doza më të vogla kështu me radhë. Pastaj i preferojmë që këta persona mos të bëjnë grumbullimin, mos të rinë në vende ku ka shumë persona, në lokale, ambiente të mbyllura, aty kur nuk fatkeqësisht po respektohet edhe ligji mbi duhanin. Ku ka shumë duhan, tym. Pastaj kur janë ditët si kjo e dje edhe par dje, sot falë Zotit e kemi një ditë të mirë me diell, edhe në ato raste mirë është me u largu lëvizjeve dhe dalje në ambient të hapur. Po sigurisht që çdo kush ka nevojë të dalë, të shkon në vend punës, shkon në familje, në rrethin e vet, kështu me radhë, po të largohet në periudhat kur ka mjekull, si është ajo periudha e mëngjesit, ose të vendos në një maskë, nuk është e turpshme të vendoset maska. Dhe kemi parë dje për shembull shumë njerëz kemi parë në rrugë me maska. Po, kjo është një dukuni e re, edhe muj me thënë e dobishme. Covidi na e ka lënë edhe këtë. Po, Covidi, po në vendet e perëndimit në Japoni, pastaj këto vendet e lindjes largë, nëse keni pa në para aeroporte, ata të gjithë vendosin maska. Jo vetëm me mbrojt vetveten, po e me mbrojt edhe të tjerët. Mos të shpërndajnë spërklat, mos të shpërndajnë viruset në hapësina të caktuara ku grumbullohen njerëzit. Dhe kjo është një kulturë e mirë dhe një veprim jashtëzakonisht i dobishëm.